E para, Kryeministri Kurdi në vazhdimsi ka tërheq vëmendjen sa i përket sigurisë së Republikës së Kosovës, në vazhdimsi ka ngritur çështjen e sigurisë edhe të Ballkanit, madje së fundmi edhe këto marrëveshjes që janë bërë ushtarake me Shqipërinë dhe Kroacinë e kështu me radhë, që ishin pjesë e diskutime madje në Serbi, konsideruesin e akti i armiqësisë ndaj Serbisë. E aq më tepër që së fundmi Kosova në vazhdimsi është duke i plotësuar potencialet e veta mbrojtëse, jo vetëm me regrutimin e 350 ushtarëve të ri të FSK-s, por edhe me ide që ka për ndërtimin e fabrikës së municionit, për armatimin me dronët më të ri nga Turqia dhe njëkohësisht për modernizimin edhe më të tjershëm të forcave të sigurisë dhe të policisë, të cilët ruajnë sigurinë e brendshme. E qartë, faktin që në samitin e NATO-s të fundit që mbajt javën e kaluar ka patur një vëmendje të shtuar për shkak se ishte samiti më i shkurtër në harkun kohor që zhvilloi takimet për 48 orë, por mori një vendim të shumë të rëndësishëm. Një vendim në unison që vjen që 5% e GDP-së së çdo shteti, të paktën të Unionit, do të shkojë për sistemin e mbrojtjes. Është kjo një direktivë që ka ardhur nga Donald Trump dhe Shtëpia e Bardhë, që lexohet si një lloj distancimi për financimin nga NATO, apo është një tentativë për të ndezur këtë vende, për të patur një strategji apo për të kopsitur strategji më të mira për sistemin e mbrojtjes, për shkak se po shohim shumë situata në rendin botror që po ndryshojnë dhe shkeli edhe të drejtës ndërkombëtare apo të ligjeve ndërkombëtare sa i takon çështjes territoriale. Unë besoj që kanë rënë këmbana të zgjimit, besoj që i tërë samiti NATO-s ishte rreth dhe për presidentin Trump, madje qendra e diskutimit dhe vetë diskutimi ishte politikët e tij se si e shef rendin botror, si e shef NATO-n dhe vendet anëtare të NATO-s, e madje ngritja në 5% e buxhetit të mbrojtjes të sigurisë për shtetet e NATO-s vërtet është një ngritje e madhe, patur parasysh që gjitha shtetet kanë pasur deri më tash obligimet që të kenë deri në 2% dhe një pjesë e mirë e tyre nuk i kanë përmbushur këtë obligim 2% të buxhetit të mbrojtjes për ushtri, për mbrojtje të sigurisë së tyre. Sigurisht Donald Trump me politikat e tij duke patur se çfarë ndodhi edhe me Ukrainën, çfarë po ndodh gjithandej, ka shtirë që shtetet të rikthehen edhe një herë modernizimit të armatimit, modernizimit të mbrojtjes dhe mënyrës se si do të mbrohen në rast se do të ketë një agresion të mundshëm. Gjithsesi, Ukraina ka qenë një pikë dopt, e cila ka treguar brendësinë e mbrojtjes së Evropës, patur parasysh që Putin edhe më tej nuk po i konsideron madje si shtete serioze sa i përket anëtarët e NATO-s që janë në Bashkimin Evropian. I vetmi adut i Bashkimit Evropian, përkatësisht anëtarëve të NATO-s, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë rast sigurisht Donald Trumpi me politikat e tij po i fut të gjitha vendet e anëtarët NATO-s që të përkujdesen për sigurinë e tyre dhe mos mbesin vetëm në përkujdesin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një kohë që kemi dhe krimin e precedentit që me aneksimin e Krimes, që besoj bijem dakord dhe pastaj me historinë me Ukrainën, pastaj me rripin e Gazës, tashmë me Iranin, situata me Pakistan, Indi, mendon se është një ndër motivet që kur krijohet një precedent duhet që çdo shtet të vetë mbrohet me strategji të ndryshme për aq kohë sa që kur u shkel herën e parë, më themi, pjesa territoriale e një vendi mund të ndodhë kudo, aq më tepër kur ka zona të trazuara apo zona në konflikt, kur mendojmë dhe situatën Kosovë-Serbi.